Përshëndetje. Cili është feedbacku juaj këtë vit në Panajër? Feedbacku ka qenë tejet pozitiv, shohim interes në rritje. Duket se konsumatorët janë gjithmonë e më të interesuar për markat e bukurisë, pra ka një ndërgjegjësim për kujdesin e lëkurës dhe në përgjithësi për kujdesin për veten. Mendojmë që është diçka tejet pozitive. Domethënë ky ka qenë viti jonë më produktiv. Cila është gjëja që ju ka bërë më shumë përshtypje në Panajër? Na ka bërë shumë përshtypje fakti që duket se sa vjen edhe zgjerohet më shumë, domethënë është çmenduri, duket se suksesi sa vjen edhe është në rritje dhe është progresiv. Çfarë do ndryshoni ju në organizimin e Panajërit për mirë? Jemi teje të kënaqur, kështu që gjërat që do ndryshonim janë shumë të pakta. Ndoshta vetëm fakti që për shembull në fundjavë ka ato sfidat e veta, sepse disa persona mund të lëvizin për arsyet e veta për të bërë weekend, edhe kjo i zvoglon pak mundësitë. Gjithsesi e shikoni fluksin edhe kështu siç është super. Një mesazh për ndjekësit tuaj që po ndjekin aktualisht? Vazhdoni, ju lutem të na mbështesni, jemi shumë mirënjohës, ju vlerësojmë shumë suportin tuaj. Është një fushë, është një industri shumë e bukur edhe shumë frymëzuese për ne dhe shpresojmë të vazhdojmë të frymëzojmë edhe të frymëzohemi. Faleminderit. Shumë faleminderit.